Një ndeshje plot emocione u zhvillua në Pogradec në kuadër të javës së 6 të kategorisë së parë, ku luftëtari arriti të përmbyste vendasit dhe të siguronte fitoren e parë të sezonit me rezultatin 2-3. Takimi nisi me ritëm të lartë nga të dyja skuadrat. Pogradeci gjeti golin e avantazhit që në minutën e 9 me Diamantin, ndërsa në minutën e 34 Isteri dyfishoi shifrat duke e quar rezultatin 2-0. Kur gjithçka dukej se po shkonte në favor të vendasve, luftëtari u rikthye fuqishëm në lojë. Në pjesën e dytë ekipi Gjirokastrit reagoi me vendosshmëri. Fillimisht sulmuesit e Tingu shtuan diferencën dhe më pas barazuan shifrat, duke e vënë ndeshjen në një tjetër kamp. Pika kulmore erdhi në minutën 83, kur Nian Gulia shënoi golin e tretë për luftëtarin, duke vullosur përmbysjen dhe fitoren 2-3. Ky sukses ka një rëndësi të madhe për skuadrën bluzi, e cila pas 5 javësh pa fitoren më në fund të gjen 3 pikë shin e parë, ndërsa Pogradeci humbet një ndeshje që e kishte nisur në mënyrën më të mirë të mundshme. Shman kundërshtarin e parë më pas topit drejt zonës.